Ç'kemi? Jam Juli, më lejoni t'ju tregoj një shtëpis të bukur druri për të kaluar fundjavat ose të ardhur për të ardhur për qef. Shikoni gjithë gjelbërimin që ka këtu, me të gjitha masat europiane nëse fillon zjarri apo nëse në darkë doni dritë, dhe kjo është një shtëpis druri. Me sa duket nga këto duket luksi këtu sepse ke edhe peshqir, ke edhe gjëra, ke edhe këtë gjën këtu për të vënë lekët mbase ose në një gjë të bukur atje brenda, varset edhe këto. Nga ana këtej ke një krevat marinar që quhet për ke prej druri, për të fjetur poshtë, për të fjetur dhe lart, dhe në pjesën këtej ke një krevat doppio, që është fiks krevati doppio këtu për të qenë i mbuluar, i mbyllur, mbase po bëri ftohtë, shpresoj bëj çik ftohtë se di që me të ngrohtin këtu për jashtë, është gjithmonë ngrohtë. Shiko sa është këtu. Temperatura, ulesh, ma një libër një diçka. Këtu është pjesa e tualetit, siç e shikoni, shumë e bukur, shumë e mirë, ka dhe dushin më njanë ndaj nga që kjo është prej druri edhe mirë është mos di ujë, kanë ndarë më vete, kanë bërë shumë bukur. Edhe këtu ke dhe pjesën e balkonit që del jashtë. Shikon këtë balkonin këtu e kanë bërë fiks me dru edhe me supozohet jetë baltë kjo gjë. Këtu edhe një vend për të ulur, mbase për të konsumuar mëngjesin, mbase për të ndonjë për qejf, mbase për të ardhur këtu e thjesht për të parë natyrën. Si ju duket? Edhe kështu mund të bësh pushime, jo vetëm në anë të detit, jo vetëm pallate.